Thirrje Granit Xhakës, mos luaj nesër kundër kombitat, mos luaj nesër kundër dërdanëve tuaj, mos luaj nesër kundër Kosovës sonë. Kushto që është dakord me këtë thirrje publike, drejtuar Xhakës, Granit Xhakës, që mos të vi e t'i ngull thikën Kosovës së vetë, me lojën dhe paraqitjen e tij kundër Kosovës nesër, ta shpërndaj këtë video në faqen e vetë, që bashkërisht t'ja drejtojmë këtë thirrje publike Granit Xhakës. Granit Xhaka me këta do të na bëj neve një nder të madh, do t'i bëj Kosovës një nder të madh, do t'i bëj Gjilanit një nder të madh, do t'i bëj familjes së tij një nder të madh, do t'i bëj Kaulantit të vogël, vllajt vet vogël, një nder të madh, e t'i bëj vetes vet një nder të madh. Në radhë të parë, mos i tregojmë për hirin e atyre fëmijëve që kanë therë serbët në Gjilan, për hir të atyre nënave, motrave që kanë purdhënu serbët në Kosovë. Të mos i japim serbëve dhe kush nuk na don ata mundësinë dhe t'ja zgjidhim gjuhën që ja shqiptarët ja bëjnë varrin njëri tjetrit. Nuk ma mërmenje që do kishte serb ose grek, që los me kombëtarët e tjera po t'loste, që do të vinte t'i ngulte goshtën mbi arkivol Serbis apo Greqis. Ne e bëjmë këta, ne e kemi po këta dhe kemi qesh, jemi zgërdhi. E ka bo Granit Xhaka, ka festu golin që i bo Kosovës për Zvicrën. Granit Xhaka, familja jote, dhe ti ke një emër të madh. Ju, familja Xhaka, Taulanti, qëndroi Siluan në Serbi, edhe u bo simboli i krenarisë së rezistencës sonë atje. Ti, bashkë me Shaqirin, e zgjodhet Zvicrën për hallet, nevojet, intereset e juja dhe nuk zgjodhet Shqipërinë. Kosova nuk ishte atëherë atje, por na keni ngrit emrin dhe lavdin, sidomos me Shqiponjën që keni po ju dhe Xhaka, ti dhe Xhaka në Serbi, që e çmendën botën slave dhe keni po botën anë mban. Ta di që Shqiponja dy krenare që e majnë në përflamurin në për emblema gjithë slavët, së gjoja është e tyre edhe krishtianizmit, ju ja keni botë qartë gjithë botës Xhakë dhe Shaqir, që ajo Shqiponja pëllazke, dy krenare, është e jonja dhe ja keni qirë sytë zilis slave me këtë gjest të madh. Gjithë bota sot e din edhe njofin Shqiponjën dhe e din simbolin ton të ka hershëm të qëmoqën për ju dyve. Për ju dyve Xhaka dhe Shaqir. Prandaj Xhaka i madh, ti jo vetëm që s'ke nevoj për një ndeshje më tepër dhe aq më keq kundër Kosovës sate, por ti do t'i tregosh botës marë që ti je një shqiptar që nuk e harron gjakun ta dhe ngren akoma dhe më lartë i emrin dhe imashin tat. Ne nuk ta bëjmë këtë lutje se kemi frikë se do t'na mundësh. Ajo Zvicra mund t'na mundë sër neve edhe pa ty. Ne nuk ta bëjmë ty këtë thirrje Xhaka se ne mund ta mundim Zvicrën edhe të shkojmë të parë direkt,
se ne edhe si kur të mundim, nuk mund të mundim kur Zvicrën me ty ose pa ty, me 4-5 gole sa në duhe neve, që të shkojmë direkt dhe në qoftë se fitojmë kundër Zvicrës. Ne ta bëjmë ty këtë thirrje, që të tregojmë botës që ne shqiptarët i dumë edhe i respektojmë vendet ku shkojmë e jetojmë, por nuk shkelim gjakun e kombit nga dhimbë. Ku do që jetojmë. Gjaka, ti edhe si kur ne ta rafim Zvicrën tate, nesër 5-0, edhe ju të dini në play-off edhe jo ne, prap nga ana e llogarive matematikore, është më mirë të ndodhë kështu, sepse jo se ne jemi më të mirë, ju jeni më dobët apo anasjellës, po sepse ju pozicionoheni si Zvicër në një vazë shumë të favorueshme se Kosova për play-off, edhe si kur të dilin play-off, dhe keni shumë të sigurt se Kosova të dilni edhe me play-off. Edhe nga ana tjetër, ne, shqiptarët e Kosovës, ti, Gjaka, edhe Bahrani, e keni bo punën tuaj, për kaq vite, për kaq dekada, dhe keni ngrit Zvicrën atje, ku s'mund të ishte ngrit Zvicra pa ju. Na e ka bërë Zvicra neve, për ata që ne i kemi dhënë Zvicrës, jo favorin, por mos na vi, e të na vras me thikën tonë, me gjakën e shpinë tonë. Nuk na vret, po mos na përgjaki, mos na plagosi, kryesisht atë ndjenjën kombëtare që ne nuk ngrihemi kundër vetes sonë, t'i bëjmë qefin serbëve, slavëve, që nuk na du neve, Grani Gjoka. Sami Gjoka është një njeri thjesht, që po ikën nga kjo jetë, pas një lek në xhep, edhe ti je njëri që të njefi madh i vogël në këtë planet. Ti je njëri që ke bo miliona, edhe do të bësh miliona, edhe kush jam unë që të them ty të mos lush kundër vendit tatë. Por unë kam gojen plot, edhe të them ty, Zoti Gjaka, në emër gjithë shqiptarëve, që të dum ty për ata që ke bo, edhe pse të kemi kritiku ashpër, për kënaqësinë që e ka shpreh që s'duhet të shprehje kur i ke bo kol Kosovës. Sami Gjoka ka pas një familje të madhe për ta majt këtu në Amerikë, me motra që ishin atëherë të vogla, edhe s'kishin punë, me prindër që ishin plagur, me 2 vëllezër me familjen në Shqipëri që duhet maja dhe përkujdesesha për gjithë, edhe kisha familjen time, edhe isha vetëm unë punë, edhe kisha mundësi, nevoj, qoftë edhe për 100 darkë më shumë, edhe kur pata hunë 2 punë qeverie, për ca arsyet mia, që isha i ri, edhe rebel edhe kokfort, edhe më dha shansi i madh, edhe kalova të gjitha fazët për më punu për departament, edhe i kalova të gjitha të fazët për më punu për departamentin e shtetit Amerikan, kur po bësh lufta në Kosovë, edhe kisha vetëm ata që i thon clearance, është ajo në fund që bëjnë këto përpara se të marrin punonjës që të punojnë për shtetin, këto bëjnë një, ne e quajmë clearance, që të shohin ty për 3 gjona. E para, sa besnik i je ti, shtetit Amerikan që të besojnë ty, informacione konfidenciale që ti nuk i shet, ose nuk i nxjerr këto, sepse si e në gjendje të marrësh sekretin edhe po të bësh betim. E dyta, është se nëse ke ti një, ne e quajmë si biografi të keqe, që je i arrestum, je i dënum, që ta prishin ty, të ta ulin
besimshmërinë në ty, edhe treta në qoftë se ke ti në një diçka në të kaluarën tate që mund të bëhet si presion për ty, për shembull zënë që ke shku ti në Dubai, edhe atje je marrë me kurva dhe të kanë zjerë në gazeta se të kanë kap, për familje jote në Shqipëri nuk e di dhe ti nuk do të shkatrosh familjen, edhe ma sekrete dhe nuk e ke tërgu grusade ku të dion, që mund të përdorin armisht për të rekrutu ty se të bëjnë presion. Pra janë këto tre gjona që do të kaloja, edhe unë nuk e kam kalu këtë me paremendim, sepse në këtë i si thonë pyetje përgjigje si tip interrogimi që bëhesh, që ishte fundit për të fillu punën, unë kisha aty një Amerikan që po më intervistonte, i martu me një gru greke që më tregoj vetë, edhe ajo dhoma kishte edhe një si xhame pasqyrë, që unë shifja pasqyrën e erët, por atje mas ishin 2-3 të tjerë që na shikonin edhe që po përgjigjeshim, edhe kisha vu ato që quhen life detector, që e kisha vu që të monitorizojnë ata rrahjet e zemrës, pulsin, dirsitjen në qoftë se tregon vërtetën kur të pyesin, edhe më pyetën pyetja kryesore, sa besnik do t'jem unë i pakushtëzuar ndaj Amerikës në këtë punë, edhe përgjigja ime ka qenë e sinqertë dhe pastër që do të jap gjithmonë, edhe pse e humba dhe do ta humb punën gjithmonë. Edhe i thash, unë jam besnik i Amerikës deri në fund, jap jetën për këtë vend e për këtë komb Amerikan, por vetëm në qoftë se politika amerikane nuk është në një çështje të caktuar në favor të serbëve dhe grekëve kundër interesave të kombit tim. Në atë moment thash, unë nuk mund të qëndroj besnik këtij vendi dhe më skualifikoj direkt, edhe pse ma pyetën, e ma bën 2-3 herë këtë pyetje, edhe unë thash të njëjtën përgjigje, që unë jap jetën për Amerikën, do të luftoj për Amerikën, po mu dha ajo, po mu kërku nevoja, ashtu si për vendin tim, edhe e 10 ditë, edhe moment dhe çast që ju nuk duhet më besoni, dhe s'mund më besoni është në qoftë se ju përfshiheni në një politikë anti-shqiptare në interes të serbëve dhe grekëve. Aty unë nuk jam edhe s'mund të më qenë besnik i juj. Edhe unë më punën, një punë që më jep të 2 lekë më shumë me majtë familjen më mirë, edhe pse më doli më mirë pastaj. E humba pra këtë punë që kisha nevojë të më jepte edhe 2 lekë më shumë për të majtë familjen në Amerikë dhe familjen në Shqipëri, vëllezërit atje, edhe prapë do ta humba edhe 100.000 herë në këtë jetë, edhe pse më doli më mirë, se bona më mirë pastaj në ekonominë private ku hapa kompaninë time, edhe do ta humb gjithmonë. E kur unë e bëj këtë për veten time që jam e hiqi, edhe kisha nevojë edhe për 2 lekë për të majtë familjen, si nuk mund të bësh ti, xhaka kur është vetëm një ndeshje futbolli, kur ke bon një emër kaq të madh në gjithë planetin, e Sami Gjoka është një hiç, kur ke miliona, edhe kur edhe Zvicra vetë do të kasë, do të ketë më shumë respekt për ty, se ti as nuk e dëmton Zvicrën, edhe pse je lojtari më i mirë i Zvicrës edhe mase gjujtësi i predheve më i mirë në botë, por ti do t'i tregosh edhe si kur Zvicra të humbi me Kosovën, edhe si kur Zvicra të diskualifikohet për kualifikim direkt edhe shkoj në play-off, ti do t'i tregosh botës dhe Zvicrës se kjo kujt marr sa i rëndësishëm jeti dhe i pazëvendësueshëm jeti. Pra, të gjitha të mirat janë në qoftë se ti nuk lum, në qoftë se ti rri në stol, nuk ke nevojë të bësh smum, nuk ke nevojë të tregosh justifikime hevleteve apo helveteve, si quhen këto të Zvicrës, por thjesht të tregosh që nuk mund të dalësh me spat në dorë, ti presësh kokën Kosovës sate e kombitat, do të rritësh
e të bëhesh akoma dhe më i madh dhe të të ngresh në pjedestal ku ti vete ke rëzu emrin e madh familjes Xhaka. Ju keni po shumë e mund të bësh edhe më shumë. Unë të bëj thirrje Xhaka që ti nesër të mos lush dhe shofësh ndeshjen nga shkallët e stadiumit në tribun. Sami Gjoka të përshnet dhe çdo shqiptari që mendon se unë i bëj thirrje ta shpërndaj sa më parë këtë vitja që gjithë së bashku të bëjmë thirrje se do të marroj sa është polici këtu para meje, që gjithë së bashku të bëjmë thirrje Xhakës që të bëhet Xhaka i madh edhe na ndëron neve të gjithë dhe si kom që ne nuk jemi ca lapanjoz që për interesat vogla e shesim interesin tonë dhe vim të paret me shpatja heqim kokën në nëson Kosovë, thjesht se kemi lozim për një vend tjetër ku jetojmë. Sami Gjoka ju përshëndet.